Qa të them, kur një e familjes time në Shqipëri më bën magji dhe nuk më hecën, qa të them? Të këshilloj që ta falësh namazin. Namazi është shkak për të mbrojt nga magjia. Është mburoja më e mirë, fale namazin. Të këshilloj që çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje ta lexosh ajetin Kursi. Lexoje edhe 3 suret e fundit të Kur'anit. Luta Allahun e lartësuar me sinqeritet, se Zoti i gjithësisë është ai që na ruan dhe na mbron. Në dorë të Allahut të lartësuar është suksesi. Wa ma tawfiqi illa billah. Ndërsa suksesi im mvaret vetëm nga Allahu. Po ashtu, të këshilloj që mos krijosh mendim të keq për familjarët e tu. As pak mos krijo mendim të keq për ta. Nëse ti fal namazin, bën dhikrin, pra lexon ajetin Kursi, lexon 3 suret e fundit të Kur'anit, i lutesh Allahut lartësuar, ki besim se Zoti i gjithësisë të ruan dhe të mbron.